Futbollistët e kombëtare serbe vlerësojnë punën e Federatës Shqiptare për ta përgatitur ndeshjen me Shqipërinë. Ata thonë se në Tiranë janë duke shkuar për të luajtur futboll dhe do të mundohen të jenë të përgatitur që nga minutat e para. Në një konferencë për shtyp thanë se do të jenë të qetë. Ja mislim da glavom treba odigrati. Ne duhet të luajmë me kokë dhe mendoj se ne po shkojmë të luajmë një ndeshje dhe jo luftë. Ne duhet të përqendrohemi vetëm tek ndeshja. Pak më shumë tensione ka për shkak të gjërave të tjera, por duhet ta shikojmë si një ndeshje. Ispoštovati ono što se traži od nas. Stefan Mitrović, i cili ka hequr flamurin nga droni, thotë se në ekipet që ka luajtur ka pasur miq shqiptar. Me të gjithë bashkëlojtarët që kanë qenë nga Shqipëria kur nuk kemi pasur probleme. Kështu do të jetë edhe tani. Ata thonë se presin një ndeshje fair dhe nga gjyqtarët të jenë të drejtë. Natyrisht që do donin fitore sepse jemi futbollist profesionist, por edhe për shkak të popullit dhe gjithë asaj që ka ndodhur. Kjo do të na ndihmonte për të ngritur rezultatet tona. Zyrtarët e federatës thanë se Serbia ka disa futbollistë të lënduar, por me terapi ata do të luajnë me gjithë forcë. Futbollistët serb thonë se janë gati për të arritur në Tiranë dhe për të bërë një ndeshje përfitore. Me gjithë tensionet e krijuara nëpër media, Federata Serbe është munduar të qetësojë situatën. Idro Seferi, Top Channel, Stara Pazova.